Shikues të nderuar, jemi live në të shtatë me emisionin Zanat. Muzika ka qenë dhe mbeti një element thelbësor i jetës shoqërore, një pasqyrë e ndjenjave, mendimeve dhe realitetit kolektiv. Dikur muzika shërbente si mjet për të frymëzuar dhe për të bashkuar njerëzit, historikisht nga këngët popullore që ruajnë trashëgiminë kulturore e deri të format moderne që sfidojnë normat ekzistuese. Muzika ka luajtur rol të rëndësishëm në formësimin e vetëdijes shoqërore dhe individuale. Pra muzika pasqyronte synimet kolektive të shqiptarëve, theksonte idealet ende të parealizuara, si liria e çlirimi nga Serbia, sidomos gjatë viteve të 90-ta, por edhe tregonte shpirtin e kohës përmes rockut e stileve të tjera muzikore, duke kultivuar rryma të reja e të panjohura më parë. Por në vitet e fundit duket se ky rol po zbehet gjithnjëherë më shumë. Muzika po shndrohet në një produkt komercial ku vlera matet më tepër me klikime se sa me përmbajtje. Ndjenjat dhe mesazhet sociale janë zëvendësuar nga ritmi i shpejt, imazhi dhe etja për famë. Në këtë emision do të flasim për ndikimin e muzikës në shoqëri, si ka qenë dikur dhe si është sot. Nëse muzika po na ndërgjegjëson apo thjesht po na shpërqendron. Dhe mbi të gjitha, çfarë roli duhet të ketë muzika. Dhe sonte për të diskutuar këtë temë, sonte me mua në studio është prap në sezonin e dytë Farosh Azemi, por jo kësaj radhe si arkitekt, por si këngëtar. Faleminderit për ftesë, kënaqësi me diskutu për këtë temë, një temë që natyrisht gjithmonë me vete kemi ka do që shkoj muzikën, por me trajtu pak në mënyrë më të veçantë me këtë panel të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Sonte me neve është edhe gazetari Muharrem Kafexhiu, mirë se vjen Muharrem. Është hera parë që jeni në studio në Zanat dhe falenderoj që je sot me neve. Kënaqësi jemi. Gjithashtu sonte është Shëngël Ismaili, mirë se vjen Shëngël. Kënaqësi si gjithmonë. Dhe Paulina Nushi. Mirë se erdhe Paulina. Farosh, po e filloj me ty, me që tamam si fushës, është se çka përfaqëson muzika sot. Si e sheh muzikën, transformimin e saj ndër vite, nga ajo që tha më herët, dikur kemi pas ideali, kemi këndu idealeve, ndoshta edhe ndërgjegjësimit dhe vetëdijësimit të shoqërisë, mirë po sot, a ka mbetur vetëm komerciale? Atëherë, po, natyrisht për me dhonë, nashta një mendim shumë profesional, na do të me studiu, me bohullum tim, që shtash edhe pak më herët të bo bisedë, po nga ajo që kemi perceptu. Natyrisht që shpesherë këto ndryshimet është edhe vështirë kanë herë mi pranu, sidomos në gjeneratat që kemi kultivu muzikën popullore me një fanatizm, ku unë më i me shti vetën shlirë aty në grupin aty në që janë mundu me kryu me mirë mbajt thjesht muzikën popullore, si muzikë tradicionale, shpesherë të mundu me modernizu. Mirë po, si kur gjonat kanë shpërthy edhe si gjithë shka, pas evolimit të teknologjisë, rrjeteve sociale, mediave, gjithë shka është përshpejtu në ato që mujna me thonë që ndojmë si periull para lufte, as menjas në i ka marrë që ka që shpejt, bëhet një zhvillim ka që shpejt dhe një kapërcim ka që shpejt dhe një ndryshim ka që shpejt. Arsyeja është se tani për tani me një periull të erët të informimit, unë kër e kun fillu karrierën vitet 90-ta, në fillimin e 90-tës, u konë vështirë me më boj njohur, ko gjë problem, u konë ndoshtë se ti ke knu në dasma, po ke met nivelin e dasma, okej, mirë, po për me mri medium me dale, me këndu, konë shumë vështirë, edhe pse janë konë të mbylluna media tona, por janë konë ato videokasetat, përmes videokasetave, produksioneve të ndryshme, e kemi realizu paka shumë vetën dhe jemi mirë, po tash, ku këthejemi të këpytja jote, a është ma tepër komerciale, tash gjithë shka gati është bo komerciale. Sot as dashuris nuk i këndohet? Unë e mendoj që për para dhe kongët e mija,
edhe dashurisë, kur ju ka këndu për me një poezi, me një tekst thellë. Unë për shembull, ku marr poezi shpesh, Dritura Gollit, poetëve që nashta rrëfimet të jetës reale që e kam përjetu, një dashuri, mos flasim më për këngët e Qamilit vogël, histori tragjike që kanë përfundu dashurime, dhe ato kanë buru nga shpirti. Kurse tani shpesh shihen tekste me përmbajtje nashta jo shumë të thella, shumë sipërfaqësore, shpesh herë edhe me një gjuhë, mund të them edhe vulgare, që në aspektin e edukimit të rinisë ose të fëmijëve tanë lajnë shije të hidhur, dhe shpesh herë se fëmijët, gjeneratat e re janë si sfungjeri, ato dinë vetë me absorbu ashtu si që i servohet, dhe shpesh herë ato ndikojnë, kanë impakte negative në zhvillimin e rinisë, dhe mendoj që muzika përveç aspektit të argëtimit e ka dhe mision një edukim të përgjithshëm të shoqërisë. Ngritje e vetëdijes. Patjetër. Sepse gjithmonë ka qenë kështu. E ka qenë edhe në vende tjera jashtë Kosovës. Ka qenë shprehje ndoshta e pakënaqësisë, shprehje e dashurisë, shprehje edhe dashurisë, e revoltave të ndryshme. Sot kemi një prej këngëve më të famshme të Rrëzimit Murit Berlinit. Po, pikërisht. Është hala ikonike që mandej, unë për shembull e kam dëgjuar Jusuf Gërvallën shumë vitet të 80-ta, kur ai u shpreh përmes këngës, ku e përmend Murin. Një pikë këngëve e përmend, thotë si metaforë le të rrëzohet muri Berlinit, ku përmes kësaj metafore e përshkruan bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kurse ajo këndu si një këngë, kush e ka kuptu, kurse ka kuptu, se ka kuptu. Ose edhe Nikol Nikprela e ka një këngë Kur të bjen ai muri zi. Se mbaj mend si fëmijë para lufte, e kemi dëgjuar shumë, domethënë ka qenë një prej këngëve Kur të bjen ai muri zi dhe u do të bëhet flori e ngjashme. Domethënë këtë formë unë mendoj që e kam pas një vlerë për atë periudhë, dhe jetë gjatësin, kurse tash këngët shuhen si fluskë sapuni për një periudhë shumë të shkurtë dhe nuk lanë gjurmë. Sikur thjesht tash në për rrjetet sociale që ka hub koncentrimi për me ndëgju diçka, dhe shpesh sipas statistikave dikun 3-4 sekundat e parë diçka përcjellet edhe deri në fund nuk shon, domthon ka hub koncentrimi. Kështu që kjo sipas menimit. Muharrem, si e sheh muzikën sot? Domethënë si është nga syri i një gazetari, për shkak se sigurisht që na që jemi të media, apo sidomos gazetarët normal, e përcjellin ndoshta më shumë këto trende. Si e sheh transformimin në muzikën sot? Po unë potencoj edhe këngëtari Zoti Azemit që nuk mundesh pa ju përmbajt, pa ju përmbajt, po nuk mundesh me ikë zhvillimit teknologjik. Domethënë ky ndryshimi që ju kanë vesh muzikës, ka ndodhur për shkak të ndryshimeve të tjera, kurtuazie që ka ndodhur për gjatë etapave. Do të thonë, ka qenë periudhë tjetër viteve të 90-ta ku Beat SF se ka thonë fjalën kryesore, e tash është një periudhë tjetër ku muzika ka tjetër synim. Pra, është edhe problem global, do të thonë në botë sot influencerët po e thonë fjalën kryesore për shkak të numrit madh të ndjekësve, e këtë trend po e ndjekin edhe këngëtarë. Do të thonë, synim parësor e kanë, mi po ndjek sa më shumë, që pastaj ata mi konvertu në klikime. Do më thonë, nuk pësynohet më cilësia, po sasia sa ma e madhe. Kemi po, për para, do më thonë, njënë po këngë ndoshta një në 5 vjetë, po që kanë jetojnë 3-4 vjetë, i morë shembull, ndërka që tash 2 minuta 30 sekunda, që pastaj me dalë deklaratër media dhe në portale, jam të punu me një projekt të ri, inqezimin po e bëjnë në Bullgari, synim është më publiku para vitit të ri. Do më thonë, është thjesht një proces që dikujt po ecë mbarë në këtë drejtim, po i përshtatet financiarisht edhe po i pëlqen. Pjesa tjetër është problematike dhe ata që po e përjetojnë kryesisht gjeneratat e reja që po duhet me u përmbau me ka, do më thonë, po i mësojnë tekstet që realisht nuk përkojnë me moshën realit tyne. Do më thonë, ato tekste jonë për një moshë tjetër, po i obligohet, nuk mundë me thonë se fundja edhe monitorimi i prindërve pastaj i detyron mu poziciono dika, po thjesht nuk po munden më ikë. Është e pamundën për shkak të qasjes shumë të lehtë dhe të madhe. Ti mundesh me ndalë TikTokun në shtëpi, në shkollë diku, po me shoqëri mendoni të afër gjejnë qasjen edhe televizionin e përjeton. Market me familje, duke bo blerje, kemi dëgjuar çdo këngë për cilat të flet. Do të thonë në market. Po. Këtu për me vret e kemi pasat këngën për zëm Hysni Klinokut, nëse s'gaboj me Hashim Shalën,
që i ka folë periudën mes dy proceseve, zogu ndryshe kena pa. Po. Do me thonë dy këngëtarë të dy rrymave të ndryshme, bëhen bashkë edhe i tregojnë dadhimet mes të kaluarës edhe sot. Thjesht duhet, po mendoj, angazhim prej prindërve kryesisht, e pastaj edhe institucionet me bë punën e vetë që mos me ndikun tejet negativisht, se pak sa do kanë me ndiku. Do me thonë kushdo që e mohon gabon, zotja Zemi tha mirë, kanë me ndiku të gjeneratat e reja, e lutemi që sa ma pak, do me thonë dëmi me që pak ma i vogël. Tash, po e zëm, e kemi rastin e Dafinës që u komentu shumë. Do me thonë kur muzika te i kalon në nuancat kapitaliste, do me thonë nuk ka kulm kapitalist që e arsyeton po e zëm reagimin e Dafinës, do me thonë del shtatzon, javën e 35-6 shtatzanis del këndon, pse nuk po besoj që e bën për shkak të publikut ato. Nuk po besoj hiç që po e bën, synime ka paron. Ose vëmendjen e publikut? Ndoshta edhe pak vëmendjen, po kryesisht paraja besoj është pëja kryesore aty edhe Ose jo bre, do shta thjesht po do me tregu që Shtatzania nuk është smundje dhe mundeni me punu dhe momentin që mundeni. Se që tu s'po du me u kap të Dafina, se shumë është diskutu që kjo çështja e Dafinës edhe promovimi që gratë Shtatzana nuk du me punu. Tash Dafina e ka punë me këndu. Jo e bën, po besoj, kanë vështrimin im të paktën. Ajo e bën edhe për një arsye tjetër. Ajo me tregu, po dan që dhe me unë jam nona. Nuk vësh nona me budallaki, apo kupton me Po knuj. pse është budallaki me këndu Shtatzan? Po javën e 35-6 Po çka ka lidhje deri në javën e 39 jam kon punë? Diçka tjetër është me punu, diçka tjetër është me knu në një klub. Po ajo mundet se çat punë ka. Po në rregull është me bë punë tjera, nuk jam kundër që me punu në portal ose diku tjetër. Po ajo mundet. Po mundet, po diçka tjetër është. Pse është tjetër? Shembulli që e jep në publik Nuk është për shembull i keq, është shembull me tregu që Shtatzania nuk është smundje dhe nëse mundesh me punu deri ndaki Unë po fundit. besoj që edhe Shakira që anuloi turin e fundit shtash në shkurt mars kur ke për shkak. Po mirë, ndoshta një gripi Shakira- ka mujt me knu, po ajo ka se do me thonë Jo, sepse gripi mundet me qitë për tokë edhe thjesht nuk mundesh me uqu prej shtratit, po nëse e ke një Shtatzani të shëndetshme edhe të lehtë, po pse jo? pa pik probleme, qëre, këto, lëshonaj pak rrugën se e kena nuk po flas. e kemi përjetu. Nuk është çfarë. Ka gra që munden me punu deri në moment fundit, ka gra që do me thonë thjesht nuk ndjehen mirë edhe nuk E punojnë. dha dhe intervistën, pastaj tha një vjet jam përgatit për këtë tur. Ama gripi muzikore, kur tërdzon, do me thonë. Po do për çka do kohë, do me thonë nëse një vjet përgatitje Dallon me Shtatzani. për një koncert, jo, unë Jo s'po bre, vajton. është para gjykim mande ndaj grave Shtatzana si kur jeni të sëmura dhe okej jeni Shtatzan tash ti Po, mos të Shtatzani lëviz. nuk Jo bre, jo, s'është para gjykim, është. Apo unë kreti pranoj, veç faktin me u gjyku pse ka këndu Shtatzan nuk e pranoj. Sepse ajo mundet edhe çat punë dhe Do me thonë edhe në Dafina këtë punë tjetër studio, zbon. edhe në këtë studio keni diskutuar shpesh ndryshimet që po ndodhin në botë për shkak të situatave të cilët i përjeton gruaja. Do me thonë, jo vetë Shtatzania, cikli krejt, do me thonë në vendet evropiane, në vendet e zhvilluna, po kërkohen ndryshime në vende pune, në sektor të caktuar, do me thonë, qoftë edhe në muzikë për shkak të situatave, Derisa për shkak të ajo është bosi përjetimeve, ndërkohë vetes. nëse në javën e 30 e konsideron normale me këndu, në një vend si klubi dhe ku ka shumë zhurmë, ku ka shumë duhan, ku ka alkohol, gjithçka është e zezë aty. Ne nuk e dim a ka duhan aty brenda. Unë po pyetje po ku flasim shkoj. për klub, Komode, varet që varet trupit njeriu asnjëherë nuk është njëjtë. Dafina në klub. Unë kom qenë mujnë e 7 Shtatzanis kur me prallë me tupan kom qenë në Zvicër, po e zam. Do të thonë kretë në varësh qysh ndjeje trupit, qysh ndjeje në rregull, edhe një këngëtar që e përmenda pak më herët, ai ndjehet mirë me projektin që e publikon. Po çka mesazhi mrapa që vjen. Po mund s'po e shoh si mesazh të keq. Ç'kjo është ideja? Jo, mendoj që paraqitja Shtatzan në mujt e mdhaj ose mujt e fundit në një vend që është klubi, për mu nuk është normale. Nëse ajo e ka rehati, unë për Dafina Suçirin e komumbë dhe respektin kur e ndrojnë bjemrin kur u martu. Ja nisi si feministe, përfundoj si provinciale, tani të dojtë të dërguar Shtatzani. Bashkë mu ka shtu respekti që ka dhënë Shana për me tregu që po du me vendosë dhe vendosin e përveç. Jo, po e komentojnë si konktare. Mirë po, unë pajtona ma shumë me Muharremin që gjithë shka po bëhet për komercialitet edhe për me marrë vëmendje, që është madhe, që unë e muj me dojnë edhe në muj nështë amat më dhe Shtatzanis, një klub për mu nuk është normale. Unë nëse du të shia... është shumë interesant, me dalin klub me këndu, për zane nuk është normale. Jo me këndu po. Shtatzana. Ama Shtatzan dy qështë të linë gati.
Mujtë e fund jetë mirë, se po e paradgjykon. Jo, veç pak, atu ka alkohol, ka duhan, ka gjithçka ka në për një alkohol nuk konsumon ajo nuk konsumon alkohol. S'ke nevojë me konsumu alkoholin, po, ambienti ku ka cigare, sigurisht që ambienti me cigare. Mundet me pas rregull, ndoshta a e din na saktë që është duhani aty? Ajo ndikon edhe është. Ndikon shumë. Muzika e nalt, volumi shumë i nalt i muzikës ndikon edhe në mund ndikon. Ajo një vetë. Njerëzit që ato shtaciona kushton me shëndetin më të mirë. Se cila gruaj një vete. Në rregull, veç na po mendojnë atë që ka bërë për çështje komerciale. Po mirë dhe rregull është apo ndjen veten e qartë, po. Po mesazhi tutje është punoni sa të mundeni. Unë çaq po moj. Ç'kjo është Dafina, për vete po fol, s'po thotë ju grave tjera dini. Unë çka çmoj. Ju bëni sa të mundeni. Mushit ju sa Dafina bëni. Mos mushit bëni sa të mundeni ju. Mundi bëni sa Paulina, bëni sa Zana, sa Shëngyli. A vjen ç'kjo është ideja? Shumë komerciale që kjo Paulina, diçka shumë. Unë më bëj diçka me çit vesh në televizion, ton kohën në pokënërseni. Unë s'e kam bëjë, mos i ngani vetë mbrapa. Mendoj që pak nuk është as pak artistike ajo çështje. Bashkë bukur. Shëngyl, pyetja është kjo, si e sheh edhe ti këtë transformimin, po më shumë dua të bëj pyetjen se artistë që themi edhe këngëtarëve, sepse sigurisht janë artistë. Edhe është që a kemi artistë nga këta trit po flas, nga këto gjeneratat e reja që po do. Unë jam një laike, domethënë, sa i përket muzikës, po jam një adhuruese shumë e madhe e muzikës. Unë jam i takoj aty në njerëzve që ku shkoj edhe në market, unë i kom kufjet gjithmonë në vesh. Nëse nuk i kom kufjet, unë kënoj vetë me vete. Domethënë, jam adhuruese shumë e madhe e muzikës. Mendoj që pa muzikë s'muj me i kuptu njerëz që s'paku një herë në ditë nuk e këndoj një këngë. Nuk i kuptoj njerëz që nuk i përcjell muzika, sepse muzika është motiv. Terapi. Është terapi, i këndon dhimbjes, i këndon dashunis, i këndon një lufte, një revolucioni. Muzika është i vetmi sen që ta kujton në një moment caktum, në një moment ndoshta para 5 viteve. Unë kur e ndëgjoj një këngë që se kom dëgju moti, e pa mundun është, mos me më kujtu diçka në një moment caktum. E shumë gjuna, që unë mendoj që muzika ka degradu jashtëzakonisht shumë. Tash i këndohet prepanicave, i këndohet paras, i këndohet kjereve të shtrejta. Do të thotë ti e ndëgjon atë këngë, po flasë ndëgjoj sepse unë si ndëgjoj, unë lidhje s'kam çka ndodhet me muzikën sot, veç kur i ndroj kanalet televizive nëse më çellon një këngë edhe veç derisa del te tjetra. Domethënë çaq mundet me qenë 3 sekonda, sepse tutna që po ma prish veshin që e kom të mirë për muzikë të mirë, ka degradu gjithçka. Domethënë gjithçka është pare sot. Krejt e dojnë parën, edhe se cili prej neve ka një punë të caktume, sepse duhet me jetua, po. Po me i këndu gjithmonë një prapanice, një keri, një... Unë se di qësh ata tekst shkruse, kjo krejt fillon për një tekst shkruse, i cili jam i bindun që asë një herë të vetë me më shumë se 5 minuta nuk i kalon në një tekst. S'ka më tekstet thella, gjithçka është shumë sipërfaqësore. Kryesisht i bëjnë vetë për përfitime. Dhe shumicën e këngëtarëve dhe këngëtarëve, nëse ja jep mikrofonin live edhe thu jo, po du që tash me të ndëgju, ose pa mikrofon këndom që tu, ta garantoj që unë e këndoj më miqtë ta. E kjo është shumë shqetësuese, sepse çka pi servojmë na publikut. Edhe gjithmonë flasim që po publiku po don. Publiku don çka i servon ti. Ndryshimi fillon te na. Është i vështirë, çdo ndryshim është i vështirë, po nëse na gjithmonë shkojmë në topin e parë dhe në çato çka është më lehta, çka po don publiku. Publiku fillon me u mësu me çato që ti servon. Ti triton këngëtarët e reja dhe këngëtarët, më me thon për një pjesë të konsiderueshme, këta po e them bash një pjesë e konsiderueshme e tyne, po kontribojnë në prishjen e veshit të rinis, të fëmijëve të mi që janë të urrit. Në rolin e Zanës. Ta lujt zonës. Ata mërmenja që në qëtë logjik, të ju përshtat masës kanë rrë ngraqë edhe këngëtarë që kanë pas emën. Njerë për njerë jo. Unë s'besoj që njerë për njerë kanë rrë. Ata e në të fitu pare shumë. Jo, dhe ishta me thonë ti tërsen. Me lëshu atë rrugën e vlerave, me lëshu nivelin, edhe me kryu komerciale, me bo tekste nështë edhe banale, veç me ju përshtat tregut edhe për me përfitu. Tregun e kanë kryu ata, që ajo është ma e keqe. Ata që kanë pas vlera, a i kanë dojë vlerat. Jo, ka shumë këngëtar. Nuk e di. Jo, besoj që kanë qas fuqi ata sa fuqi qas të madhe dhe shpresoj që nuk kanë sa me ndiku në vlera. Jo, ka shumë këngëtar Shëngyl që kanë qenë në të kaluamën. Për gjeneratat e ardhshme është rrezik.
Jo, Për fëmijët tanë që Nuk e di e kuptove sa ka shumë këngëtar që në të kalumen kanë ba muzikë të kanë mirë. qenë emna që kanë lënë gjurmë në Po por muzikë. ata që e kanë ndru, Tash. që e kanë ndru muzikën. Po për hir të përfitimeve, domthon e kanë shkel kretat karrierë unë njoh pasur shumë këngëtare, po bujshme. me njoh, nuk i njoh personalisht, që s'kan që kur i kom devalvuar dëgju shumë. të këndu, ta kanë drejtë ditën. Po të njëjtën këngëtare, kur e ndëgjon sot, e ka një devijim në za, që ti s'mundesh as Edhe me në e tekste, kuptu. edhe në gjithë shka. Po se po, zanin sidomos e ka totalisht të devijum, sepse muzika e keqe e ka qu komplet Jo, nga Kur jemi te kampanja shkret. tekstet, kisha desh vesh pak me undërlidh shkurt, vesh me 2-3 shembuj, edhe mandej po vazhdojmë. Për me undërlidh me krejt ata çka thatë jo. Çish ka thot Don Johnny. Jena që tu mal to be with critical. You know I don't chit chat. Bebi zemër ma ka dal, e kom unë të beli zemër lut na ma ka dal. E di që s'jom normal ta hamishin ku kum fal. Era i strefi Don Johnny, e du se është bandit, ai më thirr për mua çdo ditë. Ai më thirr mua çdo ditë, më falni. Tash çish ka thot Geto Gizi. E këtu ka me përdor fjallën tik për fjallë që nuk thuhe në media. As me Bugatti nuk mundesh me mëzon tik, tik Illuminati mundesh me më thirë gjan gati tik, qyshdo që e bëj e han pazari tik, vetëm apo më han tik se një hit. Kjo thot. Ndërko krahasoni me tekstin, rall kam pak së bukurie, por si hana tu indriqu. E i gërshetat moj të kanë hije, ti pëlqeva si të shkru. Logaritmi tash, që to 3-4 reshta, sa shumë flet. E pata problem me i ledzu, qaq janë të shkru me keq, qaq nuk di qysh i majnë mend edhe i ledzojnë, edhe qaq janë mesazhet këqija. Po unë ta garantoj që ata vetëm sen që majnë mend është çajo. Që ti ulesh me ta e bën një muhabet thjesht ata nuk dinë as me tu përgjigj. Në të cilat sepse mendësia është shumë e ngushtë, diapazonin e trunit e kanë shumë të vogël. Mandej ndalemi edhe këshyrim çka po promovojnë. I këndohet dashurisë, qysh i këndohet? Duke e quajtur gruan të pavlerë, duke e quajtur gruan materialiste, sepse ajo vrapon pas Bugatit dhe të tjera, ose do shta një grua tjetër duke dalë dhe duke thonë se e do një burë që është bandit, sa e thirë për çdo ditë, dhe mesazhet të cilat janë definitivisht keq edukuese, sepse ne po themi muzika është edukim, një pjesë e edukimit, dhe tash janë tepër keq edukuese për masën që i dëgjon, që janë këta rinia. Dhe tash me i thonë një qike trek të tekstin, rall kam pak së bukurie, çka të thot kjo ty? Është papak, thot. Është thot e dal me mode, thot nuk ka kur far vlere, a në fakt unë dorën zemër shkrihem për tekste si këto, edhe du me i pa shumë më tepër, edhe çka më ka ndodhë zonë, Vesh me ditë edhe mi shkrubrës, se ta shtuar dhe kush i shkruan më. Më ka ndodhë diçka shumë interesante, një këngëtare që ishtë tepër e famshme, e teksteve të tilla, si këto e kom bandit të therëm çdo ditë këta diune. E morra, ta bana, E banes diçka, që se kështu për 2 sekonda një muzikë. Vjem në televizionin ku punoja unë, edhe unë nuk e di që ajo është aq e famshme. Edhe ajo ma kërkon emrin e kolegut ku kish me shku, dhe unë i thëm, a ulesh veç pak me prit këtu, veç ta gjej, dhe thëm, o ka thirr një qik. Ua, tha, je normal, a e din ku shok kjo? Kjo është filan këngëtare, kjo është kështu, kur hina mi dëgju këngët e saj, shumica e këngëve të saj ishin degraduse, shumica teksteve të saj më ofendojshin mu si gru, edhe automatikisht, thashëm fal, nëse kum tregu munges respekti e pas ke meritu. Dorën zemre e pas ke meritu. Edhe nëse nuk po të njo, po e meriton që nuk po të njo. Sepse nuk po du me e njoft një nivel të këngëtarëve si puna jote. Po du me njoft nivel të këngëtarëve të cilët sjellin tekste që kanë histori. Probleme që nuk ka më tekst shkruas, ka tekst shkruas, po këngëtarët nuk është që i kontaktojnë, që i marrin profesionistët tamam për me kry punën e vet. Për shembull, ta kalzoj një histori të shkurtër. A din ç'është bën këta tekste? Sigurisht që tash më ta bëj ty një tekst të shpejt kisha bëu, ta bëj. Ta bëj. Mire përmende se deshta më lirë. Ja vesh ta bëj një tekst një shkurt Paulinës, kështu a den ata, Paulin ti kush nuk po den, e ke ndrum emrin veç me kënaq shoqnin. Mos ja bot ku. Je. Me të këto të gjeshura. Ti prapje tekst shkruese më e mirë, sepse edhe kemë rim, edhe rimova. Edhe japja mesazh. Ideja me që shkretove, sepse gjithku ti je ajo që ka bove. Mbi emrin kër e kum dru, e kum mendu, i zemë.
Disi ato për atë. Kur dush, gjemë Disi do gjone. Paulina freestyle. Unë do gjone se bile zonën e kam atjer po. E pshet që kam diku edhe... Me njerë këto. Po që aty është probleme se nuk është zgjidhja veç une nuk po e njohë u kry, është probleme që 1 milion tjerë po e Po, njohin. fiks. Shirete Bejluli e ka përmend shumë mirë në një emision, është mirë me cek sakt ka qenë Oksigen edhe në mes tjerësh në diskutime përmendin këngën Kur të lash Prishtinë që e ka bo në kone demonstratave, vargjet e bukura rrimën aty edhe tash këtë periudhën tjetër ku obligohet me shku e vetë me një koncert që e ka vesh 100 vetë audiencë, po shkoku i parave. Apo kupton, dhe me thënë, një devalvim total qoftë edhe i karierës, edhe në fund kur e shen një emër i madh që e bën që pytë pak më herët. A ka këngëtarë të mëdha që kanë devalvu për shkak të interesave të tyre. Dhe me thënë tash, edhe nëse mund të quhet devalvim, Xheni bile ka thënë, unë është dashur me jetu, muzika është bë profesion. Nuk ka mujt me vazhdu vazhdimisht me këngë të vjetra qytetare, pa i filloj me një periudhë, pastaj jo koha nuk të pret, do këngë të reja, din që mi u përshtat pak të rinjve. Ka me qaj Xheni aty, vazhdo me qenë. Po, nuk ka shkua që kesh fatmirësisht, po... Javën e kalu me kesh me një dasëm Xhenit, po e ka shkribre me për dasëm, asë nuk du me full. Po du me thonë me këngë me vlera, me këngë me vlera, se dy shush dasma me talava tjetër mua betësh. Kur flasim të dasma të ahengjet, hajde po thojmë tolerohet një diçka, po kur kryon, incizon dhe lanson diçka risi... Ta merë kohën gjërë gjatë. Pikrisht, unë mendoj nuk është mirë me moralizu në këtë aspekt, por është mirë, unë e vlerësoj për shkak ai që e gërsheton një diçka, një trashëgimi që ka një identitet tonin, sepse kultura shqiptare muzikore është e larmishme. Qatë shumë është një thesar, unë e mendoj që ende i pa zbuluar edhe ende i pa integruar me muzikën moderne, që ka hapësira shumë mëdha. Unë për personalisht e kisha vlerësuar sikur e ndërthur një diçka trashëgimis, edhe e modernizon edhe për shtat me të kohës. Sikur arkitekturën prapë lidh me shumë e rëndësishme me rujt atë vjetën, por njëkohësisht me pru edhe elementet e reja me modern. Me modern. Unë mendoj që kjo kishte me qenë ajo ideja, dhe jo përmes kongës nështë edhe më konë konga veç edukuese, moralizuese, që duhet më konë na, po konga me pas... Edhe arkëtuse, është këtë okej, veç mos me qenë Po s'pongu ofenduse... aj tekst me thonë diçka. Me pas një kutem. Okej, se na do të kemi në pjesën e dytë të debatit, se që duhet të shkojmë edhe nam pak me marketing. Pak në komerciale këtemi vetëm pas pak. Marketing. U kthehemi për të vazhduar me diskutimin se çka është një muzikë e mirë dhe si është bë transformimi i muzikës nga të kalumen e deri më sot. Edhe në pjesën e dytë sigurisht shumë po duam u kthy prap me Fahrushin për shkak se vjen nga ky sektor, a më thon sektor ajo? Nga kjo fush. Nga kjo fush. Po duam u kthy me pyetjen është se çfarë e bën një krijimtari muzikore të mirë, një produkt të mirë muzikor, cilat janë ato që duhet të ndiqen, cilat janë kushtet që dal një projekt sa më i mirë muzikor. Cilat mendon që janë rregulla që duhet me u ndjek, apo nuk ka diçka ashtu vizani që duhet me u ndjek? Orti shpeshherë s'ka rregulla, është një ndjesi, është mënyrë e të shprehut. Ka njerë shpreh është ndryshe, ka njerë ndryshe. Varet prej momentit. Inspirim. Po, mirë po, natyrisht, pika e parë është diçka që ty të ngacmon. Dhe realisht diçka që ty të mundon për me shpreh. Se tek e fundit edhe muzika është një art i cili te artisti mbledhet edhe ai don me shpreh, me qit ato. Ku e gjej frymëzimin? Pikërisht është poezia, teksti është e ndërrand parë, shpeshherë se tani ka kompozitorë që veç vijnë melodike e bojnë, unë s'jam kundër asaj, po unë mendoj që baza është e një krijimtarie muzikore, një këngë, është teksti, poezia. Thash edhe më herët, unë personalisht, prej përvojës tem, unë këngët e mia, për shembull kam këngë tekste të Fanolit, Plak Topall dhe Ashik, e ka një poezi qaq të bukur. Dale moj se kam një fjali drejtohet, se më rjedhin djerësët val, dale moj se s'jam më djal, e nuk ec një dot, dale moj se më kapite, më këpute, më sfilite, prite moj ashikun, prite që të vjen me not. Ngo e refreni që thot, e arriva dhe ja thash,
as një gur pa tundur s'lash. As muna me pas ta si Dhe kong, më gjunja zi i rash që mundova kot. Ma mur profesionin, unë të isha dash me thonë si poezi, ti me këndu. Këtë e kum bo kong, edhe është një kong që e pata punu 2004-ën. Kjo i prej kryesisht gjeneratat më të moshume, kur dashurohen të moshuarit, në një vajzë të ri, ajo ka ndodhur shpesher, edhe është përkthyer në poezi. Fanoli ka qenë edhe prift, edhe njëkohësisht edhe një njeri me ndjenja që e ka prek dhe e ka bo këtë poezi. Edhe si poezi më pat bo përshtypje dhe e kom bo kong. Edhe në fund të te arriva dhe ja thash, as një gur pa tundur s'lash. Dhe më gjunja zirash që mundova kot, sepse mosha ka bot vetëm. Te për bukur edhe Kështu që imagjino, Paulina, se para se ta t'jap fjallën, imagjino me pas një kong në ditët të sotme kështu. Imagjinon ti sotit, ti kush me ta këndu një kong. Një kong të Ti tillë. ta shurosh me njerë. Pek. S'ka mo ashtu. Edhe une që jom kundër martesit si thom po. Hajde ma. Kështu që veç një kong mjafton, i gzum. Edhe një poezi tjetër, basi... Bon, tash është një poet korçar, më pëlqen, është Alfred Molloholli, edhe poetët mbledhen në Gry Këlqyre, në Përmet, është një vend shumë i bukur, çdo vit mbledhen poetët, edhe është ngjarje e vërtetë. Edhe ai dashurohet në njërin nga poetët aty, edhe i shkruan poezinë. Ajo poetja korçare, ky Elbasanas, edhe thot ma drodhi keq as një korçare në Gry Këlqyre në Përmet. Me sy të butë si një manare është ai qingji butë që shkon mas deles, me buzë që thithnin si magnet. Me yshti keq as në mëkat, më ktheu nga burr në qilimi. Si kur të kisha pagës fat, e imja sot do ishe ti. Kjo është një. Sa të me thonë, sa është. Kjo të vetët në vesh, ma dhe më ndërë. Nuk është vështirë me u martu zana video, veç thjesht s'po dini. Veç një poezi kështu. Por ja që s'pas ka qenë e thënë, thot një Mona Lisa ta mboj në gji. S'pas ka qenë e thënë. O dhe se për to ka qenë Mona Lisa. E tjera. Domthon këto poezi, domthon kanë ndjesi, kanë shpirt, po edhe burojnë nga një moment Po pra, sepse ka pas inspirim. Që sigurisht pastaj edhe... Unë nuk e di ku inspirohen sot. Ka njerë më falni që po shprejna bulgare, po ka njerë më duke që më WC inspirohen. Po seriosisht po thom. Po kretë vinë prej WC-s. Po seriosisht po thom, është ullon, edhe i vynë ko 5 minuta, po supozoj, edhe që të shkruat teksti. Se për ndyshe s'ka mundësi me qenë që ka shde një grus një tekst. As po pajtohesh me mu që qashtu kove të fondin shkruan tekst. Për para në Radio Prishtinë sigurisht i këta e din ma mirë, ka qenë rendi shumë i ma... Nuk e pas në mendu këtë aspekt, Seriosisht po. me telefon. E mbajnë men para disa viteve bile, pa ta bo një status në Facebook, qashtu adhon u inspirova, qështu pa iri tu i kalu kanalet. Më inspiroj kanga për me shkrujt sigurisht që tekst shkru si kësaj kange është inspiru në banjo. Qajo, fatkeqësisht që nuk... Shëngyll, dallon të inspirosh në banjo duke bo tush? Po jo të. Më gësë di që shishtë E tregoj me se. E tregoj. Tu del diçka e bukur, diçka romantike po supozoj. E tregoj shumë mirë ku. Amo po du me unë lidhë të kjo qështja e të pasurit histori prapa një kënge. E intervistova këngëtarin Gentian Gojani, edhe e ka promovu se fund mi në bashkëpunim me shkelzeni tishin këngën Doja jam. Tha shala hile ku i tiran men me bo këngë për dojen. Sot doja jenë sështë. Janë inë bukuroshe, bjëndina, zëshkonja, jo, kjo, ne i kënej. Tha, ka histori ma sa këngë, hajde, tha, që është kjo histori? Tha, kam qenë, tha, me një dasëm, edhe tha, në gjdo dasëm pyet e qifti për këngë që donë me ua këndu në dasëm. Tha, dhe dondri insistoj, ke vazhdimisht, këno ma këngën e dojës. Tha, hajde doja i madh, doja i vogël, këngë tjera për dojën, s'kish edhe u desh me improvizu, këngë, me hajde doj, e tjerë. Kur pyet për historin rreth kërkesës të dhëndrit, del që këti dhëndrit i ka vdek baba kur ka qenë kreti vogël, edhe doja e ka rrit, edhe rrjedhimisht ja ka zëvendësu babën, edhe ja ka dhënë të gjitha ato që ka ju ka ndesh të njetë, edhe nga dëshira e madhe për me respektu, edhe për dashnis madhe që e ka për dojen, a i ka kërku këngëtarit vazhdimisht me i këndu dojës. Edhe tash ka lind kjo kënga e dojës, që mu automatikisht ma jep tash një tjetër kuptim, edhe vlerësim edhe respekt për këngën dhe krijimin që e ka bu Gentian Gojani dhe shkelzeni tishi, marë parasysh historinë që e ka mbrapa kënga. Ndërsa që to këngë që po thë që ngylli dalin për WC-s vërtet,
t'japin munges ndjesie, ose ndoshta ta japin... Më duket ka njerë që na e fynin, më duket që po më fyt inteligjenca... Po të fyt inteligenca kur të ty... Unë kështë me mendu poezit që sa po i tha këto Farushi, sa prej këngëtarëve i din. Ose mi vetë kush i ka shkru. Ke patëm një këngëtar tash së fundi që ka një prej këtyne reality show, nuk e di ke as kush janë, me figura, me i poa, nuk e di ke kush janë. I nga të ke figurat ma të rëndësishme kombëtare, që me njerëz të cilët... është interesant se mës ta marrë shumë fjallën, t'ja vlo edhe hapësirën tjere. Jo, jemi mysafirioni, na flasim gjithmonë. është një këngë që e kënojnë edhe kështu në koncerte këngëtarët e shkollum, është një këngë shkodrone shumë e vjetër. Palo Kurti në vitet 30 e ka shkru si këngë, është për mu pas ka kenë kismet. E keni dëgju gjithë, amo edhe kjo ka një histori shumë bukur. Palo Kurti ka qenë duke studiu në Itali, edhe ka qenë si fisharmonikist, piano, ndërkohë ai ka qenë i dashurur, por familja ja martojnë vajzën për një dikant tjetër, edhe ai vunat shumë, por kur kthehet në pushime, i bje puna me knumën i dasëm. Na dasëm, kur të nusja, hen pikrisht ajo ish e dashura e ti, edhe kjo këngë thuhet që është kompozu aty për aty. Edhe i thot orkestrës nalë se one për du me njësë. Aty për aty kënohet, për mu pas ka kenë kismet me kenë ti e tjera kuj. Masi të du, më bën dermat, ti moj zonjë një ranë. E tjera, kor. U vegova, thot, e mërat ligë, u hupa krejt, e smuj me kenë gjallë, e tjera. Dhe është një këngë që tani këndot në gjdo koncert, gjitha këngëtarët e mdhaja shqiptare, këngëtarët e mdhaj e këndojnë këtë këngë. Dhe e shes sot gjatë jeton një këngë që po vlera dhe mro pasaj fshit një histori e cila është... Po përsoj që një shumit se këngëve është ashtu, sepse kur e lexon tekstin, është e pamundun që nuk shet diçka ma të fejlë. Edhe gjithmonë ta jep ndjesin që çaja këngë ka linë për një momentit të caktuar. 10 vjet e klina, për i me që ju kam edhe në kujtes, nuk ndi një këngë që është për 10 vjet e knejtë. Më mbet mutash, nuk e di Do shta dhe më shumë se 10 vjet. Nuk e di. Më shumë. Mendoj që gati ndoshta ndërkohë të fundit që mund kanë mbet ka qenë malësorit. A ti çfarë shqetëson, dura me e flet për shpëpullimin e pjesëve viseve shqiptare në Malë të Zi. Po, malësorit, në periudhë mas lufte ka pas, dizjo materiale. Ka pas, ndoshta 2010, ndoshta 2012 ka pas këngë. A ti në që kam duke që është pak edhe shqetësuese. Dy Bylbyla në një agent që i tregon raportet kulturore, Gjakov Shkodër. Po ajo nuk është dhojt dashurisë. Vjen mirë që Armend Rexhepagiçi po u rikthy, është një shej shumë i mirë, se mendoj është një artist shumë i madh. Edhe është shumë i madh dhe lumna që e kemi me të vërtet këtu. Edhe unë me zi po pres me qenë koncertin e ti që komo moj tash në korrekt. Po, e kështë ba 5 këngë sa po ashtu tash? Që se cila ma e mirë se tjetra. Edhe s'ka shumë vonë që e diskutova me dikën dhe këmë thonë, ka marrë malli me ndëgju diçka prej Armendit, me ndëgju diçka tre. Edhe kjo është shumë mirë. Po si duket njerës të mdhej si Armendi, kemi edhe Armendat të tjerë, jo shumë, po kemi. Kero Qako, për shambull, është një prej atyre që unë e Gjebreja, për shambull, ka bo këngë të ndryshme, të cilat poeziti ka këthyn këngë dhe ka ndojnë tjerë komercial dhe për shkak po supozoj edhe këngët e tyne. Kjo është fuqia e artistit. Shqipëria ka pak më tepër. Është komerciale, është bohem. Nuk lëshohen shumë në devalvimin. Për ato bona pyetjen pak më herët, ja bona. Unë kam vetëm një shqetësim kur i shoh këngëtar tanë të mëdhej. Po flas në aspektin të mëdhej sepse jo ndoshta një ndër të parë që kanë filluar me kultivu muzikën e mirë. To i këndu një vajze të re. Për mu kjo është shumë shqetësuese. Një këngëtar në moshë të shtyme, një këngëtar në moshë të shtyme, dhe një spot ku nuk janë një qift vajzë edhe djalë, po vetëm një vajzë e bukur shihet tangonë. Edhe ky këndon bukurisë asaj vajzeje. I shpreh dashuri një vajze e cila është në moshë shumë e re, ndërsa këngëtari në fjalë është në moshë shumë të shtyme. Sikur me qenë spoti, se këtu kam faj edhe produksionet, sigurisht që i bojnë spotet, po sikur spoti me undërthur një dashuri mes një qifti të ri edhe e kuptoj. Po nuk e kuptoj që komplet dashuria mes moshave të ndryshme? O shumë e pahishme për sy.
jemi të folë për këngëtarë që i kanë kalu të 60-at, i kanë kalu të 70-at, është shumë e pakishme për Po, flet do me thënë cilësinë e kritikës, kjo është pak vështirë e realizueshme. është shumë e pakishme për unë po flasë vetëm cilësinë e Shengyllit, e cila e ndëgjon një këngë, edhe për mu si Shengylli është shumë e pakishme, si publik. Për mu është shumë e pakishme. Po. Mendoj që sa nga faj këngëtari ka dhe produksioni, natyrisht. Po, e qartë, po kjo mësu për shembull në skenë edhe po kërkon profesionalizëm për gjithë, sot jemi dëshmitar që profesionalizmi nuk po zënë shumë vend aty në bërthamën e kreta asaj, në këtë mozaikun se e cekëm në pjesët kryesore janë parat, çka po mbetet të publiku edhe u kry, do me thonë, shtirë pak. Po, ka tekstet mira, do me thonë nuk po më kujtohet, do një këngëtar tash Dani, për shembull. Dani, më falë, duhet me të ndërprej. Se? Unë sot kom ardhë ma herë. E thash aksidentalisht, po. Më falë, lutem, se ta mora fjallën, po. Jo, vështirë me përmend një tekst. Që me njerë po ta jap fjallën. Edhe nuk e kuptova pse Dani hyni këtu, edhe u këthy. Ka pas me qenë musafira, po? Po. Në emisionin Zanat. Edhe çka ka ndodhë, Dani veç ka vendosë në sekund. Këtu tash flasim për përgjithësim, apo? Okej, jo, ndeshta me... Këtu tash flasim për përgjithësim. Me çmu Dani për një varg, po... Po sigurisht që ka këngë të mira, po... Dani na dëshproj pak, sepse hyni edhe u këthy. Dani ka punu me shumë, poet Hivzi Krasniqi, sidomos i ka punu shumë këngë të mira që kanë lënë gjurmë. Hivziu ka qenë fakt edhe një moderator i jashtëzakonshëm, unë kam qenë musafir tek ai. Ka qenë prej atyre... Edhe du me thoni... Si duket neres na ka përballu si moderatore këtu plot që jemi. Jo. Letë është me qenë moderatore, po nuk është pashtet me qenë musafir të Zanat. Pas parushit e vazhdoj. Jo, veç dishta me thonë që Hivzi Krasniqi ka bo shumë tekste të bukura. Ilir Berani, gjithashtu. Iliri ka bo, Hivzia kishtë thonë kam qenë musafir tek ai në Radio Kosovë, kurse harroj nuk kum po asnjëherë gazetar më të përgatitur, ende i kam pyetjet që ka shkru, edhe që ka formulu, ende i ruj, se ka qenë me të vërtet një. E doni shumë, ka punu me Hivziun, Hivzi Krasniqit, edhe me të vërtet ka kriju kong me vlera që nasot me knasi edhe unë i dëgjaj, janë të pa shlyshme. Kurse prezenca e tina, natyrisht që në mungon sot, po i ka pas arsyet e tina. Ka kanë arsyet të paktën. Jo fort që po në mungon, se po menoj që kemi një muhabet shumë të mirë, shumë të shëndosh, shumë senet bukra në me siguri, prej perspektivës ti, me siguri kishmi marrë diçka interesante, besoj hierarkia. Ajo që ka unë e shoh vlerë dhe i shoh sikur yje, janë këta artistë vjetër që i kanë dhënë shumë skenës muzikore në Kosovë, emra të përveçshëm, të cilët unë kisha dëshirë me i pa edhe një herë kështu të radhitur bashkë duke këndu secili ato këngët e veta. Kush mi bo bashkë ata ishin copa mes vete. Problemi më i madh në estradën tonë qenë ka që mes vete, asësi nuk po mujshën në një tavolin me i pru emrat si Ramadan Krasniqi, Sinan Vlasaliu, Shkelzen Jetishi, Sabri Fezullahu. Shkenë të vetesh. Unë e s'podu me mbrojt, po kina ka shumë kongë që i kam bo bashkë, dojte, bashkëpunime. Ato ishin kongë të kaluarës. Problemi aktorë zakonisht tojnë që është shumë problemi bo pas aktorë bashkë. Unë të garantoj që në komunitetin artistik toni, nuk jemi shumë, po aqë sa jemi, s'ka shans një aktor ose aktore me të refuzu, sepse ka me pas përbal një aktore ose një aktore. Pavarësisht të raporteve, naturisht që nuk jemi të prirun tash me secilin me pas mas mirë të mbot, po na me secilin e ndajmë skenën. Nuk ndodh një shfaqe mu anullu, ose një bashkëpunim mu anullu se filon aktoria ka me lujt edhe filon aktorin. Se me ndonë që këta kështu? Si duket këta marim pare ma shumë se na. Në të shkretit jem luj me pare shumë të vogla. E këta problemin kryesore ka të pare të mdhaja, të darsma të mdhaja, ku marrë dhe të diskotekat jashtë. Po si do që tjetë aktor, që unë po të garantoj cilin dush aktor ose aktore thire në tavolinën tonë dhe ata ka me qenë balë për balë njën i tjetërit. Nuk kam pas pak qarje shkurta me shuretën publikisht, ama këta ishin pajtu. Lajmi mirë është shkurta me shuretën ishin pajtu. Ama që ndodhi Paulin me sësaj? Në fakt, ne si Zanat i kemi ftuar në emisionin ton figurat ikonike,
njerëz me vlera të cilët bëjnë muzikë me vlera, edhe e patëm nderin dhe kënaqësinë që të kishim sonte, po të kishin ardhur, dhe sigurisht ftesën e mori Ramadan Krasniqi, shkencëtari Tishi, i cili u deklarua se është jashtë vendit, Sinan Vllasaliu, i cili ftesën fillimisht e la sikur në parim por do ta mendoj dhe pastaj doli që tjetë jashtë vendit. Që i pari tek na që ftesën Farushi që kemi së në studio. Po, sigurisht Farushin, ne kemi për këtë s'po flas, dhe ideja ke që në momentin që Ramadan Krasniqi pa që nuk janë kolektet i të tjerë, nuk deshti me vazhdu, dhe janë arsyet e ti për cilat as nuk po du feks, nuk po du me diskutu të flasim pak për artin, për muzikën, të flasim për artin, për pak artin, edhe muzikën. Në momentin që ne i kemi ftu, i kemi respektu sigurisht, edhe për se cilin për e tyre ne mendojmë edhe vërsojmë. Nëse kam probleme personale shumë mirë që ndoshta do t'i zgjidhin jashtë, kështu që respekt për se cilin këngëtar, për muzikën që ka bërë, për punën e tyre artistike. Unë jam rrit me këngët e Sinan Vllasaliut, jam rrit me këngët e Danit, jam rrit me këngët e gjithë. Për që ato që janë yje se cili në vete, kishin shkëlqy bashkë, po nesëm. Kështu që respekt për kodo që ka bo muzikë të mirë, që ka kryu, që ka lanë vepra. Gjanat mira, ka lanë vepra. Sigurisht që jeta personale le t'i zgjidhin se cili problemet jashtë medjave dhe publikut. Se të morë fjallën Muharrem, dishte me thonë me vazhdu, me diskutu, sepse ma mori mendjen ajo që ka the ma herët, jashtë kufirit Kosovës ka ende më shumë kritere për muzikën, për artin? Po, unë e të shmoj shumë Shqipnin ka drejtim. Do me thonë, kulturalisht edhe e mbron historinë, do me thonë, është shumë për para. Do me thonë, ki emrat shuar, tash s'pon këto Rosela Gjulbegu, Bujar Qamili, emrat mëdhej të kohës që e mbojnë edhe në tu tje gjallë. Jo, përveç që e mbojnë artin shqiptar gjallë, po dhe shtynë për para. Jo, nuk e thash për para, po e mbrojnë kulturën. Do me thonë, e shtynë pjesën kulturët të deri tanishme, e shtynë për para, bëjnë një lloj katalizatori që mos me u zhbë. Sepse unë mendoj që si shembull për muzikë të mirat, ata e kanë pas gjithmonë Kosovën. Dhe muzika e tyre ndoshta 15 vitet e fundit ka evoluar. Nuk po flasim për muzikën e Kosovës, sot me të 2 minuta e 30 sekonda. Po flasat që përmendë Rosela Gjulbegun, Bujar Qamilin, emrat mëdhej tjerë që tash nuk po më kujtojnë, po dhe si janë të rëndësishëm. Po mendoj nuk është të rëndësishme mi mbajnë band gjithë edhe me i përmend, po është një dallim mes Kosovës edhe Shqipërisë, po besoj që jemi të punu shumë pak këtë drejtim. Unë e kuptoj që komerciali është shtytja kryesore për gjithë, për secilin profesion. Po të paktën me pas dikush, se po vi edhe vetë si gazetar edhe jemi vendi vetëm që s'kemi gazetë shtypon. Pra unë mendoj që duhet me dalë një gazetar ose një grup gazetarë që edhe mu angazhu ma shumë se sa kolegë që me pas një gazetë shtypon. Edhe të kënga Shqipe, veçanarisht këndej kufirit, me u bo bosh shqiptarët, me rujt një farë tradite, mës me pas synim vetëm para. Do me thonë, e di që është pak vështirë e realizueshme, po shpresoj, e përmendëm edhe në fillim. Do me thonë, këngëtari, nëse do me ndihmu shtetin e vetë. Shpeshere kemi dëgju si frazë, Kosova e ka shpor armikun me muzikë. Viteve të 90-ta, do me thonë, në shekullin e kalun, jo vetëm bitë e sefës, po gjithë ata që kanë knu në paroda me qiftelia me ata nuk kanë pas armë, po armë të kanë pas akordet me 2 tela, edhe kanë qenë gjendje me shtyt njerës për para me dalë në luft. E sot kemi fatkeqësisht pak të atjetë, jo për luft, po të pak të me të shtyt për diçka tjetër, qoftë për vargje që i përmendi. Po, shumë kemi këngë me qifteria që i këndojnë edhe dashnisë gjënisë njëjtë. Po, jo. Mendoj që kanë qenë shumë atë përparu. Në paroda, kemi të shmi, kemi të shmi për asën. Nëse ki për Dylberin, jo, ajo është një term tjetër, po e kanë spjegu, po jo, ata në marrin Dylberin në kontekstin e ndjekësit. Dylberin nuk merret në kur farë kontekstin tjetër vetëm përveç të Dylberit. Jo, ata e kanë tregu arsyen, do me thonë ka terma të tjerë të parafort. Nona i ka thonë djali to Dylberi nonës, apo dhe nuk është përdor gjithmonë këtë kontekstin. Jo, është në kontekstin pasues, ndjekës, do me thonë se shumica kanë vetë. Ka pas edhe tekste që kanë referuar. Po, tash do shta ka pas, po të kjo çështja e Dylberit e di që edhe janë arsyetu, po edhe njerëz që merren njerëz fushës muzikolog. Unë mendoj që duhet me arsyetu, mendoj që ka Jo, me arsyetu, se u shpreha keq. Shumë përpara kanë qenë
në atë kohë të zonë që jemi në sot? Jo, se u shpreja keq, jo me arsyetu, po me i demantu keq interpretimet. Do me thonë, del në publik, thot, ka dale pak se që kjo nuk është ashtu si shmendoni, po është kështu për këtë arsye. Kjo është interpretim e atyre që sot ndikohen nga vëndësia super patriarkale që jemi përmundu me, sepse me ndonë që ju bje vlera aty në kongë. Nuk e kontestoj, unë ma mori mendja dhe përmenda, nuk përmoj që mundet me pas. Jo, unë nuk po mendoj që thonë, mirë po mendoj që ma shumë ndiku nga gjendja, nga kultura e sotit, me mundu, mos me humbë, kinë se vlerën aty në kongëve. Aty në kongëve nuk i humbet vlera asese, vetëm ju shtohet, sepse ata në atë kohë flasin për drejtat e njerëzve, ata flasin për pranimin e tjetrit në shoqërinë, dhe marrin si diçka komplet normale, që duhet merret normale, sepse është normale. Kjo është një tjetër arsye me besu që e kanë pas në tjetër kontekst. Në me thonë atëra viteve... Jo me besu, po ka fakte për atë punë. 70 nuk pëmohoj se nuk e di po tash... Po për demanton që ato që po thotë zana që po i bjenë që pëmohon. Po, hajde, tregoma tekstin pra... Nuk po më kujtohet, po është teksti që nuk po më kujtohet. Hajde, gje, nuk ka lidhe se... Me diskutu, po pritet është me ime me lip, nuk po më kujtohet, po mund të me gjithë. Jo, është mirë me diskutu, po dhe... Po shëngër? Që bashkë shiet që i këndon mashkulli tjetër, që është shumë normal. Ti më ideal me sy të shku me Ti si burë që nuk po don këta me... Jo, më nëse për mu së është më nësi se unë e dëgjoj fundja që kam pëlqen, që ka thonë ajo është... Që kjo është problemi, që ti po do me ndërru që ka po të pëlqen ty, po jo që ka është realiteti. Unë e kemi një problem që ti e gazetar, për ty duhet me qenë që të shka e pranushme. Jo, mëre, nuk e thash ashtu, mos ma keq interpreto, unë i thash zonës, për çështjen e Dylberit se ma mori mendja. I kom dëgju 3-4 demantime të keq interpretive, si pas me, po dhe interpretimi atyre. Po nuk po flasun, nuk po mohoj që mundet me pase, nuk i kom dëgju krejt gjithë shka që ofrohet tu, apo këpëton. Unë e folja, kanë me qifteli, me sharkia që kanë qenë forcë shtytse për thirje ma shumë, edhe revolt ka qenë, dhe më thënë viteve 90 ati me knu në vrojtimin e një ish regjimi kjetë shbërës, dhe më thënë. Ka qenë gudzimi madhë për shemë Leonora Jakupi me bo kongën e vritet pa fajsia në atë kohë. Edhe është kongë ikonike, kongë që kanë gjallë ndjenja patriotizmi për gjithë, aq më tepër historia që fshehet pas saj, aq më tepër kur është këndu prej një gruaje, vjen kanga Adelina Ismailit, ushtritime do ta bëj me Ibrahim Rugovën, prap kongë ikonike, shumë e guximshme për kohën, prej një gruaje, aq më tepër në kohën e okupimit serb dhe mentalitetit që e kemi pasur. Pra, janë kongë që zvdesin, edhe këngët e menjëherë të pas luftës, janë këngë që ende jetojnë dhe nuk vdesin. A këngët e vjetëshit edhe të par vjetëshit, i kitë varos me 2 metra ndër tokë. Ato këngë vlenë qatë sa është i hapën bazeni. Në sezon. Edhe sezonal, kështu 2 Limonad, ditën e mirë, ka shmjë edhe kur si manë mend, asa ta vetë që i kanë këndu mja ushu të tyve të ta e kom kënune. është definitivisht, kjo është fatkeqësia në krijimtari, sepse ideja është me kriju gjëra të cilat mbesin të pavdekshme dhe jo çdo krijimtari mundet me qenë ashtu, sepse na s'po flasim tash për njerëz të cilët as Ramazan Krasniqi, as Farushi, as Shkelzen, Njetishi, as kurkush tjetër, çdo këngë se ka bëu hit. Është kretë në rregull, mos me u bë hit edhe me qenë e pavdekshme, por me qenë me vlerë. Po, është pak për shembull, Armend Rexhepagiçi në projektin e fundit i ka nga 70.000 shikime, nga 25.000 shikime, nga 35.000 shikime në këngë, për dallim prej këngëve si këto tjera, atas me Bugatti nuk mundesh me mëzon, dhe shtrohet pyetja, cila është ma vlerë? Shumë ma vlerë normalisht që është Armend Rexhepagiçi. Le t'i ketë 70.000 shikime, nuk ka lidhje, i ka të vërteta, të ndjera. Po dhe se tash e dim për para prej mahera do me thonë qoftë në radio-televizionin e Prishtinës ku hierarkia e televizionit e ka kontrolu, e ka modifiku, e ka pa një këngë fakt se ka modifiku, a është për publikim ose jo. Sot është e thjesht e hap një kanal në YouTube, e ngarkon këngën, pastaj sa ndjek si ka është. Se deshta me dëgjuar ndërhyrjen. Jo, ku po diskuton për vlerat, natyrisht që edhe te Shqipëria kur e përmeni, gazetarin nderuar, natyrisht që atje i kanë më ndërtu me institucionet, kanë bugjet ma shumë, edhe i kanë kushtu bukur shumë, sidomos e keni pa festivaleve, programeve në për televizione, investojnë shumë në orkestër, në sound, investojnë shumë në skenë, na kena metë shumë mrapa në këtë aspekt. Është e vërtet që kena metë mrapa, jo që s'ka talenta,
po orientimi edhe shteti, edhe mediat e kanë atë efektin e vetë për me kryu natyrisht vlera. Është pak problem na prej poshtit me investu me investime vetanake, me kryu koncerte madhështore për me kryu vlera. Ka bo disa përpjekje, disa për televizioneve, me Florent Boshnjakun, Klani pa të bo me disa këngëtar, ato kanë qenë disa koncerte. Kopje pak stilin e RTK sa keme festival, po. Nuk e di, RTK nuk më kalon shijet mirë, drejtën me thonë, për mendimin tem nuk ja ka dalë. Se kam po edhe pikpamje pozitive. Shingjer gjatë po sillen more djalë. Vjeshtat po përcillen dylbero. Që ajo guj e gatë o more djallë. Ti këputi dy kraht o dylber o. Ti këputi dy kraht o shiqero. Që ajo guj e shkurt o more djallë, ti mërditi gujt o dylber o. Si vjetë kur t'vjem vjeshta more djallë, bashk dalim t'u vneshta o shiqero. Kur po më qonë me mlyp o more djallë, kur po më qonë me mlyp, s'po më lem baba ët o dylberon. Vazhdon. Që si ka shumë? Ajo femna muzika thonë. Jo, nga burat, për burat është. Kush ka shumë? Për në mesë? Më duket po t'inglon si poezi, po t'inglon ka Macedonia. Dylbero, sheqero. Ata e kanë këtë gju. Po ndeshta me citu edhe Bajronin, që pëlle po e citoj kështu kur e viziton Shqipërinë dhe pjesë tjera me shqiptari quan banjët të Selanikut si parajsa të homoseksualitetit. Kështu që sa i përket kësaj që ka bazë na sot sinqerisht në të kalumen kemi qenë shumë ma pranus dhe ma hapur për njëri tjetrin se sa që jemi sot. Pavarësisht që nga tradita dhe kultura jonë ka shumë gjana që unë i konsideroj të këqija, shumë të këqija që duhet me eliminu, mirë po ka edhe gjana tepër të mira që na ndoshta duhet veç me u kthy edhe me i pa. Me u kthy edhe me i pa. Unë deshta se jemi në minutat e fundit të emisionit, du me bëjnë një pyetje kështu për secilin, po du me fillu sigurisht prapë prej Farushit, a mendon që nivelli i ullt arsimor në Kosovë ka ndiku që të kemi një skenë të tillë, një degradim të tillë në kohën e tashme. Unë them që pavarësisht që nuk kemi pas shtet, pavarësisht që nuk kemi pas organizim tamam si duhet para luftës, kemi pas Universitetin e Prishtinës që ka prodhu kuadro, ka prodhu njerëzit me gjithat të mirë, ka prodhu kultur, ka prodhu edukem, ka prodhu grupe të ndryshme të rokut, këngëtar të ndryshme, që kanë prodhu edhe edukem dhe emancipim dhe kanë zhvillu shoqërinë. Ndërsa, pas luftës, se unë thamë dhe unë e lidhi, kështu nuk e di sa pajtoheni me mu, këtë degradimi i shkollës, degradimi i universiteteve, hapja shumë universiteteve private, ramja cilësisë për toke, ka ndiku në humbjen dhe sensin e gjithë shkaje. Ka ndikim të drejt për drejt, a mendoni që ka ndikim të drejt për drejt edhe kjo situatë, kjo 25 vjeçar, kështu në katrahur? Përgjithsi në kulturë, në gjithë sferë, gjithë shka fillon prej edukimit, mas pare edukimit familjar, familje, që ka absorbon fëmiu, mandej është shkollë. Unë vjen shumë mirë, vajzën 10 vjeçare, lirikën e kam, një ditë kur erdhë është në British School dhe po thot babe kena mësu një kongë pranvera ka nis me dalë dhe bilbyli sa po del, një kongë shkodrane u merdë, shumë mirë u merdë. Dëmon, është shumë e rëndësi mësusja e muzikës, qëfar muzike e observon në orën e muzikës, mësusja e artit, qka i edukon për artin e tjera. Kështu që... Zakonisht dy lëndë, falë se për ndërprej dy lëndë që kretë nëzonësit e kanë 5 kryesisht. Po, pikërin po, janë lëndë shumë të rëndësishme, po të laj, bile kanë ndodhë që ja kanë qitë topin edhe dilni luni, se mitë me zit që kanë pritë. Mirë po, këtu fillon baza edukimi. Por, qa keshtu thonë, pak më herët që i përmenëm këto kjerët e bukra, objektet e bukra, orat e shtrejta, veshtja ekstravagante, krejt këto që po paraqiten, edhe postimet në rrjete sociale, vetëm gjonat e bukra, pas të në edhmon nuk e dim që kam shefën. Edhe shumë të rritë influencojnë dhe mendojnë që kjo është shembulli i mirë, kjo është jeta, edhe gjithmonë e pretendojnë qatë jetë me arrit. Krejtë s'mujnë me arrit atë, ju krejtë, po shtralljen ato që mujnë me arrit atë jetë, edhe shpesh zhgënjihen, bin depresion, edhe si shoqëni e tillë, sidomos tritë, që janë ma të ndjeshëm, ma shpirtin ma të butë, kanë shpesh thehen, edhe kjo automatikisht ndikon edhe
në degradimin moral edhe natyrisht se shkollat në këtë aspekt duhet me luajtur një rol shumë të fortë edhe familja. Pikërisht konsideroj që fëmijët duhet të rriten sinqerisht me një ambient shumë të shëndosh, me Big Brothera, pa Big Brothera, me këto temat janë shumë të rona për ta dhe absolutikisht po ndikon jashtëzakonisht keq. Për shembull, vajza jam, mandej ku është problemi tjetër. Nuk mundet mu integru në shoqëni sepse ata i din personazhet, ajo vjen thot kush është ky personazh babi nan. Si në shtëpi se kemi këshyr, as Big Brother, as çdo tema nuk i kemi leju. Tash është një konflikt në jetë e pa socializuar. Shkaku i kësaj situate. Që ju e rritni ndryshe. Që ti e rrit ndryshe, domthonë nuk është shumë e përgatitur, ta tham, një ambient kontaminues, ndoshta ekstrem, të tham, po mu i me thonë që begi i kontaminum prej media, prej rrjetev sociale dhe është për mendimin tim shumë e frikshme për fëmijët tonë në çfarë mjedisi jemi të rritë. Domthonë, kjo është ajo përgjigje e sipas mendimit tim. Kjo është rezultati i kësaj. Absolutisht po. Po, është e qartë, domethënë zhvillimi ekonomik ti determinon edhe instanca tjera tjetës. Në momentin që ti je i varfër ekonomikisht, je i varfër në art, je i varfër në arsim, e rrjedhimisht edhe në ndek tjera pastaj. Tash, ndikim direkt, sa mundi ju me qujtë, po besoj asë një ministër arsimi nuk ka drejt, për shembull, mi thonë, me shku mu marrë me muzikë, mi thonë, mos këndo kështu se e ki keq për në dënë tonë, po është një rjetë që duhet me punu në këtë drejtim për me ndalë dikën, mirë, po shkollat nxit me një kritike, shkollat ta shuan. Sepse ndoshta ti nuk mëson vetëm muzikë, por edhe mënyra se si e hap mendjen, ndikon direkt në rolin kryesor prap duhet me marrë prindi. E tha zoti Azemi, përveç që vajza mbetet jo socializuar, jo e shoqëruar, duhet me përgatitur në këtë drejtim. I thonë, qyre, ti e ke mirë që mëson këto këngë, edhe mos e këqyr Big Brother. Nëse shok bëjnë ajgore me ty, ti e mirë, ti vazhdo. Apo këto, e di që është pak më e vështirë kështu, po është një ndërzgjidhet e pakta teknike, do me thonë edhe që nuk kërkojnë investim. Se për ndryshë në këto tjerat, nëse ne merremi, dojmë në fakt, në plotënime sistemin arsimore, pastaj edhe pjesë tjera kërkojnë investime shumë mallore që fatkeqësisht Kosova në stadin aktual nuk mund t'i bëj. Shpresoj që në një talë me tafën basa dhe të përforcojmë, e di që ka lëvizje para, po realisht jo të kënaqshme. Sistemi është i kontaminun, po tash në takon neve, a dojmë u përditësu, a dojmë jo për shtatë, ose me refuzu, kemi pak barierat të tjera, jo shoqërore, në mbetet me rukëtu të vetëm, po ndoshta është rruga e drejtë. Na jemi këtu që gjithmonë refuzojmë nga ato shëngët. Po sigurisht që ka rëndësi shumë shkollimi, ka rëndësi shumë edhe në ambientin ku rritesh. Unë njëjtë kom shembuj me fëmijët e mi, djalem i dyti, kur ka qenë i vogël, ka qenë një kurs të aktrimit edhe dikon moshën në 7-8, që kogja i rritun për me njoft muzikën, edhe i thojnë me imitu një filon këngëtari dhe i fillon me kajt, vjen shpe, thot, pëse ti mus me imëson këngëtar, kush është kë? Sepse, pre që kanë qenë në bark, unë gjithmonë dhe kufjet i kom vënu për mi u shku muzika e mirë, mja u zhvillu veshin në drejtimin e dun, e lere mon shpe që gjithmonë me za shumë të nalt, ose kur kom pregadit, ose pastru, ose qka do të qoftë me bonë, për shpion gjithmonë kom shumë muzik me za shumë të nalt, që fëmijët e mi me absorbu sa ma shumë muzik të mirëfelt. Zhandri s'ka rëndësi qatë shumë, për mu sa ka rëndësi veç muzika me qenë shumë e mirëfelt. Dhe më thonë, krejtë mbarët edhe starti është në shpe, është në familje. E kur fëmiu vazhdon me u rritë, kur generatat veç rritën me një muzik të mirë, shansat janë shumë të vogla, mandi që ai fëmi me deviju me deviju dhe me lakmu ata që tete ma heret, me lakmu, me pretendu, me qeni pasun, me pretendu që jeta është që ashtu që sheshe në ekrane televizive, që unë menoj që një rol shumë të madhë edhe media tona, një faj shumë të madhe kanë mediat, për para për mu inqizu një kangë, rendi ka qenë shumë i gjatë në Radio Prishtinë. Rrjetet sociale e kanë shumë i gjatë, është dasht me i kalu shumë komisione mediave të vjetra, është e pamundur shumë komisione është dasht me i kalu që të kanë testu, a jetë ti për me hy në Radio Prishtinë me inqizu një kangë. TikToku ka fshi për para, kështu që... Po ndoshta ma i mirë është ai sistem se sa sistemi sot, sepse ai sistem ka filtru, edhe momentin që ti filtron, ti nxjerr këngëtarët, këngëtarët mëdhej, po pra.
Për me përmbledh shkurt, veç po du me tregu diçka të shkurt, ka qenë 100 vjetori i themelimit të teatrit të Pesë, kur unë kam qenë aty dhe i ndjeri Axha i babit tim, ka qenë aktori Ilyas Nushi, edhe më tha me 21 janar të vitit 1962, tha kam qenë në shfaqje kur ka lind baba yt, ai ka qenë në teatr duke performu kur e ka kuptu më pas ta që është bë Axh, dhe sot nipat e mbesat e babës tem në teatrin Stref Begolli në Pej kanë po zero shfaqje. Kaq. Për me tregu ku i kemi qenë dhe ku jemi. Axha i babit tim ka qenë sken kur i ka lind nipi, Ndërsa sot nipat e mbesat e nipit të ti kanë po zero shfaqje në teatr. Kjo është situata. Unë ju falenderoj shumë, Farosh, falenderoj shumë që ke qenë edhe sot pjesë e emisionit Zanat, falenderoj shumë për profesionalizmin që ke tregu edhe kur ke qenë në teme që kemi folur për arkitekturë si arkitekt, edhe sot si këngëtar, si muzikant. Sinqerisht është shumë kënaqësi me pas figura të tilla në emision që i dhojnë kaq shumë energji dhe që i dhojnë kaq shumë përmbajtje e emisionit Zanat. Faleminderit shumë. Juve, falenderit zonë për ftesën. Maren, falenderoj ju shumë për kontributën edhe që ishte sot në studion e Zanave, ka shumë kënaqësi me të pas, me ndohet gjitha këto mendime të vlefshme me neve. Gjithashtu për mua. Shëngël, falenderoj shumë. Paulina, falenderoj shumë. Ne do të shihemi javën tjetër e kemi episodin e fundit të kësaj sezone. Kështu që do të vijmë me diçka shumë të bukur. Shihemi te natën e mirë.